Pala e të nxehtit afrikan, meteorologja zbulon se si do t'jetë java e fundit e qershorit. Meteorologët bëjnë me dije se java e fundit e qershorit pritet të jetë edhe java më e nxehtë e këtij muaji. Sipas meteorologëve, këtë javë në Shqipëri do të kemi val të nxehtit afrikan, ndërsa më të nxehta pritet të jenë e njëjtja dhe premtja. Java e fundit e qershorit pritet të jetë shumë e nxehtë, ku do të ketë masa ajrore afrikane që nga dita e martë moti do të jetë i kthjellët në të gjithë Ballkanin, me temperatura mjaft të larta, ndërsa dita e njëjtë dhe dita e premte pritet të jenë dy ditët më të nxehta të qershorit. Në disa zona të izoluara, temperatura do të arrijnë në 40 gradë, siç është qyteti Elbasanit dhe Berati, ndërsa qytete si Tirana, temperaturat do të jenë në vlera 38 gradë, ndërsa 35-36 gradë do të jenë temperaturat në vijën bregdetare. Do të jetë një javë me temperatura të larta deri të dielën, ndonse pritet një ulje lehtë e temperaturave në fundjavë.